Përshëndetje gjithëve. I nderuar zonja Mujko, i nderuar zëvendës ministër Dobruna, zoti Zeqiri, të nderuar pjesëmarrës të shoqërisë civile, të sektorit privat, të institucioneve. Në emër të Institutit Reinvest, më lejoni të ju ofroj mirëseardhje dhe është kënaqësi për mua të hap këtë diskutim ku po lançojmë edhe fazën e dytë të projektit më shumë zgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, implementuesi të cilit është Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë, në bashkëpunim me Institutin Reinvest në fazën e dytë, koalicionin e organizatave të Forumit Ekonomik të Grave dhe mbështetur financiarisht nga Agjencia Austriake për Zhvillim. Ky projekt adreson çështje kyçe me fokus në zhvillimin socio-ekonomik të Kosovës, fuqizimin e politikave gjinore, miqësore për familjen dhe ndikimin transformues të tyre në krijimin e një mjedisi të barabartë për të gjithë qytetarët. Në Kosovë, pabarazia gjinore në tregun e punës ende mbetet një sfidë e madhe. Statistikat e vitit 2023 tregojnë se vetëm 19.8% e grave janë të punësuara në tregun e punës në Kosovë, ka shi 53.4% të mashkujve. Pabarazi këto që shfaqen për shkak të barës e kujdesit, të zbatimit të ulët të ligjit të punës, konkretisht dispozitave që ndërlidhen me lejen e lehonisë, zbatueshmëria e ulët e ligjit të gjithënjes, mungesa e orarit fleksibil të punës, transporti, ngritja hapësive dhe të tjera. Bara pagesës së lejes së lehonisë e ngarkuar për sektorin privat e veçon Kosovën si vendin e vetëm në rajon për mos adresimin e kësaj çështje. Me përqindjen më të ulët të pjesëmarrjes së grave në tregun e punës në rajon e Mëngjerë. Punësimi është një hap i rëndësishëm për pavarësinë ekonomike të burrave dhe grave, sepse kjo ndikon në përmirësimin e pozitës së tyre brenda familjes dhe në përgjithësi brenda komunitetit. Kur flasim për politikat miqësore ndaj familjes, përfitimet që sjellin këto politika shkojnë përtej individëve dhe familjes. Ato ndikojnë drejt për drejt në rritjen e produktivitetit, krijimin e një shoqërie të arsimuar, të shëndetshme, gjithëpërfshirëse, prosperuese, adresimin e pabarazive gjinore, reduktimin e varfërisë dhe mbështetjen e për zhvillimin ekonomik afatgjat brenda vendit dhe stabilitetin në vend pune. Diskriminimi gjinor jo vetëm që çon në rezultate të barabarta, por gjithashtu të pabarabarta, por gjithashtu krijon humbje të efikasitetit duke penguar zhvillimin e kapitalit njerëzor dhe duke e bërë shpërndarjen jo efikase të tyre. Përfshirja në sektorin jo formal të grave mbetet tutje një shqetësim i madh për shoqërinë. Buxhetimi i përgjithshëm gjinor dhe vendosja e masave afirmative nga qeveria i inkurajojnë kompanitë që të punësojnë gra dhe të investojnë në rritjen e kompetencave të tyre, duke përmirësuar kështu cilësinë e përgjithshme të kompanive, stabilitetin e tyre, sepse gratë tani më e kanë dëshmuar për kushtimin e pashoq në vend pune. Fatmirësisht në vendin ton ka lëvizje minore të themi në krahasim me kompanitë prezente në ekonominë e Kosovës. Mirë po, këto duhet i vlerësojmë si një model i mirë për të shpërndarë tutje. Në fazën e parë të projektit, më shumë zgjedhje, politika miqësore për familjen, janë 7 kompani që i kanë përqafuar projektin dhe më tutje po më vazhdojnë të zhvillojnë politikat mira në vend pune. Në asnjë moment qeveria nuk duhet të mbetet shikues në këtë rast, po me përkushtim të lartë, t'i adresoj këto bariera nëpërmjet politikave të mira, sepse ky borxh për taksapaguesit ka mbet peng për më shumë se një dekadë. Në fazën e parë të projektit është analizuar baza ligjore dhe intervenimet e mundshme të parafrimit të saj me direktivat e Bashkisë Evropiane për balansimin punë-jetë dhe nismat e bashkëpunimit me sektorin privat. Faza e dytë e projektit do të vazhdojë me një bashkëpunim më të thellë me sektorin privat për t'i adresuar më tutje sfidat dhe mundësitë për aplikimin e politikave miqësore për familjen dhe sigurisht me qeverinë aktuale dhe qeverinë në ardhje dhe gjithë spektrin politik në Kosovë për të nxitur një debat të thelluar mbi nevojën emergjente për hartimin e politikave të duhura në tregun e punës.
Forumi Ekonomik I Grave I ka propozuar qeverisë modelin për pagesën e lejes së lehonisë, pushimit prindror dhe asisë si një fazë tranzitore deri në draftimin e ligjit për sigurimin shoqërore. Për të mos e zgjatur më shumë, unë tutje fjalën, ju uroj që ky diskutim të jetë sa më I frytshëm, të ndikoj dhe të pasuroj edhe më tutje aktivitetit në fazën e dytë të projektit. Eftoj zonjën Bisare Mujku, udhëheqëse e zyrës Fondit të Kombeve të Bashkuara për Popullsinë e Kosovë. Faleminderit. Përshëndetje. Të nderuar përfaqësues të institucioneve, sektorit privat dhe shoqërisë civile, të nderuar pjesëmarrës dhe partner. Kam kënaqësinë t'ju përshëndes sot në këtë ngjarje të rëndësishme që shënon vazhdimin e përpjekjeve tona për politika të përgjithshme gjinore dhe familjen. Ky diskutim që do të mbahet sot hap një tjetër drejtim të krijimit të një mjedisi të barabartë për gratë dhe burrat në Kosovë përmes balancimit të punës dhe jetës familjare dhe duke adresuar boshllëqet ekzistuese që pengojnë përparimin socioekonomik në Kosovë. Programi më shumë zgjedhje I mbështetur nga UNFPA dhe financuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim, synon të jap një zë qasjes që nuk ndihmon vetëm punonjësit, por krijon përfitime të qëndrueshme për të gjithë shoqërinë. Kjo nismë në fazën e saj të dytë synon të bashkëpunojë me qeverinë për të nxitur politika gjithëpërfshirëse dhe me sektorin privat për të krijuar vende pune miqësore për familjen. Politikat e përgjithshme gjinore për familjen nuk janë thjesht një luks, por një domosdoshmëri për një zhvillim të qëndrueshëm dhe për të adresuar pabarazitë gjinore në Kosovë. Për shembull, pjesëmarrja e grave në fuqinë punëtore mbetet vetëm 25%, një nga përqindjet më të ulta në rajon. Normat e dëmshme gjinore dhe mungesa e politikave të balancuara mbeten faktor kryesor që kufizojnë gratë të gjejnë ekuilibrin përmes përvitësive familjare dhe ambicieve profesionale. Kur burrat ndajnë përgjegjësitë e kujdesit në familje, ndikimi është I dukshëm, jo vetëm te gratë, por edhe në raport me familjar. Studimet tregojnë se 91% e burrave që kanë marrë leje prindrore kanë përmirësuar marrëdhëniet e tyre me fëmijët. Më shumë zgjedhje synon të përmirësoj kapacitetin e qeverive për të hartuar dhe monitoruar politika të përgjithshme gjinore për familjen, të inkurajojë aktorët e sektorit privat që të zbatojnë politika të tilla, dhe nxit bashkëpunimin rajonal dhe ndarjen e njohurive mbi politikat e përgjithshme gjinore për familjet dhe lidhjen e tyre me barazinë gjinore dhe zhvillimin ekonomik. Në këtë fazë të re, përmes bashkëpunimit të institucioneve dhe bizneseve, ne kemi mundësinë të krijojmë një të ardhme më të drejtë për të gjithë, një të ardhme ku gratë mund të realizojnë potencialin e tyre në tregun e punës dhe burrat të marrin një rol më aktiv në familje. Së bashku mund të ndryshojmë narrativin dhe të ndërtojmë një shoqëri ku përfitojnë të gjithë, gratë, burrat, familjet dhe vetë ekonomia jonë. UNFPA mbetet e përkushtuar që përmes programit më shumë zgjedhje të kontribojë në këtë transformim të rëndësishëm të shoqërisë kosovare. Faleminderit dhe pres me padurim diskutimin e sotëm. Faleminderit. Faleminderit zonja Mujku. Tani po e lansojmë një video mesazh I cili do të arrijë të depërtoj jashtë kësaj sale që është shumë e rëndësishme, domethënë edhe në trevat më të thella kudo, do të shpërndahet edhe në rrjetet sociale, po cilan se do ta shohim tani. Faleminderit. Projekti më shumë zgjedhje përmes politikave miqësore për familjen synon të rrisë kapacitetin e qeverisë për të hartuar dhe zbatuar politika të përgjithshme gjinore për familjen, për të ndihmuar gratë dhe burrat të balancojnë përgjegjësitë e punës me familjen, kujdesin dhe detyrimet shtëpiake, pa përjetësuar norma, role dhe stereotipe të dëmshme gjinore rreth kujdesit. Familja dhe puna janë në zemër të jetës sonë, por gjetja e balansit mund të jetë sfiduese. Prandaj, me projektin më shumë zgjedhje, duke ndihmuar qeveritë dhe bizneset të hartojnë politika të përgjithshme gjinore për familjen, ne synojmë të bëjmë një ndryshim të vërtetë e të qëndrueshëm. Politikat si leja e lehonisë, e atësisë dhe leja prindrore të mbështetura nga qeveria, kujdesi përballueshëm për fëmijët dhe kushtet fleksibile të punës, u mundsojnë grave dhe burrave të ndajnë përgjegjësitë në mënyrë të barabartë.
pa imponuar normat e vjetruara gjinore për përkujdesin ndaj fëmijëve, prindërve apo anëtarëve të tjerë në familje. Më shumë zgjedhje gjithashtu bashkëpunon me sektorin privat për të krijuar vende pune miqësore për familjen, duke nxitur mjedise ku të gjithë mund të zhvillohen si profesionalisht ashtu dhe personalisht. Duke inkurajuar bashkëpunimin rajonal dhe shkëmbimin e njohurive, projekti lidh politikat e familjes me barazinë gjinore, zhvillimin ekonomik dhe shoqëror. Së bashku po krijojmë politika që mbështesin balansin punë-jetë, rishpërndajmë punën e kujdesit të papaguar dhe fuqizojmë gratë dhe burrat në mënyrë të barabartë për të realizuar aspiratat e tyre për familje dhe karrierë. Me më shumë zgjedhje, ne synojmë që ëndrrën për balansin punë-jetë ta bëjmë një realitet. Normat dhe praktikat e dëmshme gjinore vazhdojnë të diskriminojnë gratë dhe vajzat, duke krijuar pengesa të konsiderueshme për pjesëmarrjen e tyre në tregun e punës. Paparazia mes burrave dhe grave në tregun e punës mbetet ende sfidë e madhe në Kosovë. Zbatueshmëria e ulët e ligjit të punës, ngarkesa e sektorit privat me pagesën e lejes së lehonisë, qasja e kufizuar në shërbimet e kujdesit të përballueshëm për fëmijët, mungesa e institucioneve të kujdesit për të rriturit në nevojë, orari i zgjatur i punës, mungesa orarit fleksibil, mungesa e transportit janë sfida sistematike dhe bëjnë të vështirë balancimin e përgjegjësive në punë dhe familje. Kur lind fëmiu vetëm 3 ditë pushim për baballarët, ndërsa pushimi prindëror mbetet ende dëshirë. Minimalisht aplikohet leja për gjithënje dhe nuk ekzistojnë kushte në vende pune për këtë drejt as në sektorin publik, as në sektorin privat. Nëpërmjet projektit me shumë zgjedhje dhe përmes politikave të përgjegjshme gjinore për familje, ne synojmë të transformojmë vendet e punës duke promovuar kushte të barabarta për balans punë-jetë dhe rishpërndarjen e punës së papaguar të kujdesit. Në nivel kombëtar, politikat miqësore familjare janë kyçe për adresimin e pabarazive gjinore, duke u mundësuar grave dhe burrave të ndjekin karrierën e tyre ndërsa mbështesin familjet e tyre. Forumi ekonomik i grave qëndron i mendimit se ligji për sigurime shoqërore do të zgjidhë këto barriera. Largimi i barrierave në tregun e punës fuqizon taksapaguesit dhe është themel për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe barazinë në vendin tonë. Imagjinoni një botë ku të gjithë kanë shanse të barabarta për të kontribuar. Pjesëmarrja e plotë e grave në tregun e punës nuk është vetëm një çështje drejtësie, është një shtytës i fuqishëm i progresit. Kur gratë bashkohen fuqisë punëtore, bizneset dhe ekonomi plotësohen. Barazia gjinore në tregun e punës mund të sjellë zhvillim të jashtëzakonshëm duke shtuar triliona dollar në ekonominë globale. Diversiteti nxit kreativitetin dhe inovacionin. Kompanitë me balans gjinor më të mirë kanë 21% më shumë gjasa për të pasur performancë më të lartë, duke hapur rrugën për ide të reja dhe zgjidhje inovative. Pjesëmarrja e grave forcon komunitetet dhe ndërton shoqëri më të barabarta. Gratë investojnë në familjet dhe komunitetet e tyre, duke krijuar një ndikim afatgjatë për brezat e ardhshme. Për ne në Art House, përfshirja është çelësi i suksesit. Duke fuqizuar gratë, ne jo vetëm që zhbllokojmë potencialin e tyre, por gjithashtu ndërtojmë një mjedis krijues dhe të drejtë për të gjithë. Më shumë zgjedhje ka 3 qëllime kryesore: të rrisë kapacitetin e qeverive për të hartuar, zbatuar dhe monitoruar politikat të përgjithshme gjinore për familjen, të inkurajoj aktorët e sektorit privat për të zbatuar politikat të tilla, të nxesë bashkëpunimin rajonal dhe shkëmbimin e njohurive mbi politikat e përgjithshme gjinore për familjen dhe lidhjen e tyre me barazinë gjinore dhe zhvillimin ekonomik. Tani kam kënaqësinë me ftu zonjën Rezarta Krasniqi për moderimin e panelit, zotin Dobruna zëvendësministër, Ministrinë në Financave, Punës dhe Transfereve, zonjën Leonora Kusari i BRD dhe zotin Blin Zeqiri nga Art House. Zoti Visar Dobroshi me qenë se ka konfirmu, nuk e dim se nuk ka ardhur, po ndoshta na bashkangjitet, po sigurisht. Përshëndetje gjithëve, jam Rezarta Delibashsati Krasniqi, drejtore ekzekutive në Demokraci për Zhvillim tashmë disa vite.
Dua t'ju falenderoj personalisht për pjesëmarrjen, për shoh që kemi një barazi gjinore në pjesëmarrje burra dhe gra, dhe po vjen mirë që i kam dy burra në panel, që po diskutojmë tema të barazisë gjinore dhe të pjesëmarrjes aktive në rolin e familjes gjithashtu në biznes, që nuk e shohim shumë shpesh, sepse zakonisht në tema ku kemi burra në panel, jemi në investime kapitale, jemi në dialogun me shtete tjera, do të thotë në temat për mirëqenien familjare, zakonisht që kemi gra nga sektori biznesit, nga sektori shoqërisë civile, të cilat fuqishëm punojnë në këtë drejtim, po na mungon edhe zëri i barazisë në këto diskutime. Ky panel do të fokusohet më shumë në barazin, kryesisht në familje dhe gjithashtu edhe në vendin e punës. Marr parasysh që e kemi një qeveri e cila po e përmbyll një mandat 4 vjeçar, është hera e parë që ndodh në Kosovë, zakonisht kemi zgjedhje të parakohshme, kështu që kam pas kohë mjaft shumë për mi analizuar të gjitha dokumentet dhe gjithashtu me procedurën në Kuvendin e Kosovës, me që i kam pas edhe të gjitha votat. Kemi një situatë post-pandemike, e di që vitin tjetër në mars bëhen 5 vite, mirë po pasojat e pandemisë na kanë lënë shumë gjatë në rikuperim, po gjithashtu na kanë hap shumë mundësi të reja, sidomos për gratë në biznes, që ka qenë me punu ndoshta një kohë më të shkurt, me punu në part-time, me i hap diapazon më të gjerë disa bizneseve dhe qasjes online që nuk ka qenë më herët shumë e përdorueshme tek ne, dhe gjithashtu është një mundësi shumë e mirë të barazimit të kohës që nënat i kalojnë në shtëpi me babuajn, pavarësisht që ligji ende na kufizon neve në këtë drejtim. Gjithashtu kemi një rritje të lartë të imigrimit, edhe pse do të thonim që liberalizimi i vizave do të na jap mundësi të shkojmë, të shikojmë se çfarë po ndodh në vendet evropiane dhe të kthehemi prapë në vendin tonë. Disa prej tyre s'kanë rezultuar të tilla. Kemi lëvizje sidomos të profesioneve specifike, duke filluar nga fusha e mjekësisë, duke mos anashkaluar edhe fusha tjera. Por çfarë ka ndodhur diçka më e mirë, e kemi një organizim më të mirë të punëtorëve, taksapaguesve, të cilët janë më kërkues dhe kërkojnë më shumë llogari nga institucionet se që kemi pasur më herët, pra janë më insistues që të kenë kontrata puna, kontrata më afaqgjatë, të shohin se çfarë kanë nënshkruar, të paguhen kontributet dhe taksat, pra janë më aktiv në këtë drejtim dhe gjithmonë kemi hapësirë për një përmirësu edhe sa më mirë këtë pjesë të sferës ekonomike dhe sociale. Kisha fillu së pari me zotëri Dobrunën, me që na ka rasti në këto 3 vitet e fundit me u taku pak më shpesh, dhe jo vetëm në konferenca që diskutojmë temat e tilla, sidomos për pjesën e ligjit të punës, ku do të jetë fokusim kryesor, mirë po si forum të ekonomisë të gruas, kemi pasur edhe 2 takime me kryeministrin Kurti, ku ka qenë edhe ministri Kural Murati, kemi pasur takime me presidenten e Kosovës, zonja Osmani Sadriu, ku kemi shprehë shqetësimet tona për ligjin e punës, ligj të cilën e kemi dëgjuar që nga pjesa e fushatës së zgjedhjeve të 2019, kemi dhënë maksimumin tonë si organizatë shoqërisë civile për me ofruar mbështetje maksimale në qeveri, për me adresu kërkesat tona bazike në mënyrë që të kemi një ligj të përshtatshëm për barazi në familje, të kemi një leje të përbashkët prindërore, të kemi një leje të nanave dhe leje të atësisë, po e them leje me që fjala pushim për shumicën që veç janë nana e din që fjala pushim nuk ekziston në pjesën e leonisë, është leje e leonisë që na zakonisht edhe për shtëpisë disa prej neve kanë punuar pa shfrytzuar këtë lejen e leonisë. Andaj zotëri Dobruna, ndoshta nëse do të mund pak të na njoftoni se çfarë ka ndodhur me ligjin të cilën zotëri Murati para një viti e ka pasur në folder, të cilën se ka ndarë me neve. A ka zhvillime, a ka përfshirje, ndoshta që disa prej neve ndoshta nuk kemi qenë të përfshirë, e kuptojmë që qeveria mundohet zakonisht me përfshirë këta aktorët, po ndoshta ka ndodhur zhvillime të tjera në ndërkohë dhe ka mbetur në prapavi, ndoshta të dimë se pak a shumë çfarë ka lëviz në këtë drejtim që një vit që nuk na ka rruar të takohemi specifikisht për temën e ligjit të punës. Faleminderit shumë rezultata të nderuar të pranishëm, të nderuara zonja Sajide, zonja Valentina, zonja Leonora, Blin, përfaqësues të organizatave, të nderuar pjesëmarrës, është kënaqësi që jam pjesë e një paneli ku diskutohet për shumë çështje me fokus të veçantë për të drejtat e grave. Pyetja e parë nisi forishëm prej rezultatës, mirë po kërkesë shumë esenciale. Ne kemi në fokus çështjen e ligjit të punës, mirë po ajo çfarë po bëjmë është që nuk kemi dashur që të bëjmë vetëm për ta bërë, mirë po që të jetë gjithë përfshirës dhe të jetë sa më shumë i përshtatshëm për të gjithë. Më fokus të veçantë për pushimin për lehona, cila ka qenë pika
më nxehtë, mund të them që kemi diskutuar së bashku, por në kuptimin pozitiv, për arsye se kemi pas kundërthënie në këtë pikë, mirë po që ende nuk kemi arritë ta sjellim në para jush për konsultime ligjin e punës, për arsye se po dëshirojmë të bëjmë një reformë të përgjithshme me këtë ligj, dhe kjo është arsyeja pse jemi vënë. Mirë po ajo që dua të them është që jemi në fund të këtij procesi dhe po besoj që shumë shpejt do ta kemi së bashku ligjin e punës. Mirë po edhe tjetra për hir të korrekcisë dhe përmes po tingëllu në fund tash edhe pse jemi në fund të mandatit, për arsye se nuk besoj që do të votohet në këtë legislaturë, mirë po jam i bindur që në fillim të legislaturës së ardhshme do të jetë i finalizuar. Do thot për përfundojmë një mandat pa shku ligjin në kuvend, për me mujtë me diskutu. Premtimet mbesin në bazë shkurtit të vitit tjetër. Faleminderit shumë zotëri Dobruna, do t'ju kthehem më vonë me pyetje më gjithëpërfshirëse. Vazhdojmë pa në listën e 2, zonjën Kusari, e cila është përfaqësuese e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Nëse do të mund të na jepni ndoshta një perspektivë pak më gjerë të zhvillimit ekonomik dhe si na ndikon kjo në politikat tona të rritjes së produktivitetit, edhe ndoshta pak më specifik tek pjesëmarrja e grave sidomos në këtë drejtim. Faleminderit, përshëndetje të gjithëve. Po ne IBRD-a Bershi ka 3 prioritete ose 3 objektiva kryesore të cilat çfarëdo programi, çfarëdo projekti që bën i ka të ndërthuar njërin në tjetrën, dhe kjo është gjithëpërfshirja. Pjesa tjetër është e gjelbërta dhe normalisht e kemi edhe inovacionin. Specifikisht ne nga viti 2014 kemi programin Gratë në Biznes, i cili program ka për qëllim fuqizimin e grave në biznes, do më thonë gratë të ndërmarrëse me të cilat jemi marrë jo vetëm me zhvillimin e shkatësive të tyre, përdorimin e konsulencës për të zhvillu bizniset e tyre, po edhe në pjesën e çastës së financave, ku kemi me disa banka komerciale lokale këtu, kredi, me të cilët me bankat komerciale ndajmë rrezikun e asaj kredie. Përveç programit të cilin ne kemi të dedikuar pra në fuqizimin e ndërmarrësisë, e cila për neve është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse zhvillimi ekonomik nuk mund të vjen vetëm prej një ane gjinore, ka shumë ndomethënë edhe në botë, po edhe në regionet ku operojmë ne, statistikisht, gratë krijojnë vende të pune edhe për gratë tjera. Dhe krijojnë edhe produkte dhe shërbime të cilat jo që nuk mund të krijohen nga burrat, po të cilat krijohen shumë më lehtë dhe më thjeshtë dhe natyralisht i bojnë gratë. Dhe ideja joni ishte që në këto biznise, përveç atyre të cilat i kemi fuqizu me hyrje në biznes, janë edhe ato të cilat ju kemi ndruar ndoshta edhe modalitetin të përmendë për shembull gjatë kohës pandemisë, ku shumica grave kanë normalisht ne kemi shumicën e grave të cilat punojnë në sektorin i cili është i drejt për drejt ose direkt i lidhur me gastronominë ose me eventet. Dhe normalisht shumica grave në kohën e pandemisë, ato të cilat bëjnë brumra, ato të cilat bëjnë ëmbëlsira, janë detyruar më mbyll për shkak të mos aksesit mos qasjes në treg. Dhe në atë kohë, domethënë prej vitit 2020 dhe tutje, fokusi jonë kryesor ka qenë ndihmu këto gra në biznes për të kriju kanale të reja të shitjes. Domethënë mos të varet vetëm prej fizikisht shitjeve, po edhe në qasjen online ose trajnimin e tyre për me kriju rrjete sociale, mi menaxhu ato, mi promovua, po i kemi lidhë edhe me bizniset ekzistuese si me gjirafe në të tjera të cilat veç kanë plasim online në treg. Përveç kësaj, ne jemi edhe në shkruas të UN Women Principles, jo vetëm si bank, po në çdo investim direkt që bëjmë, qoftë ato në për projektet të cilat i kemi infrastrukturore me qeverinë, po edhe me sektorin privat, një pi parakushteve gjithëpërfshirja dhe krijimi i politikave të favërshme
këto specifikisht normalisht targetohen gratë, po gjithëpërfshirja në kupton edhe përfshirjen edhe të personave me aftësi të kufizume apo edhe krijimin e mobilitetit në mes për këtë gjithëpërfshirje. Normalisht ne principet i inkorporojmë në çdo projekt tonin, por mos harrojmë që edhe sektori privat për shkak të kërkesës, për shkak të zhvillimit të hofshëm, më nuk shyr nëse nuk ka një dallim gjinor dhe janë duke krijuar spoku në kompanitë të cilat i suportojmë ne edhe nuk janë të pakta gjatë vitit. Ne dikon 70-80 kompani suportojmë vetëm anën e asistencës teknike dhe kemi pa ndryshime drastike të kompanitë për shkak të nevojës. Domethënë kanë krijuar edhe kushte të favorizimit të punës prej shtëpisë, ka biznise të cilat kanë filluar dhe kanë hekë shtunën në dillën nga aktiviteti, pra që sa munden, dikush ka krijuar edhe të premten gjysdite, domethënë nuk punohet 40 orë në javë, po 36. Në disa biznise kanë krijuar edhe kopshte për shkak të numrit të madh të grave të cilat i kanë në biznes. Dhe kjo nuk është pse dikush i ka favorizuar ata, është kosto edhe për biznesin, po është çështje e nevojës, sepse nuk mund të punojnë vetëm me gjysmën e potencialit popullsisë. Por nëse krijohen incentiva dhe nëse i kemi pa që incentivat, çfarë do të qofshin ato, qoftë monetare, qoftë ndjerimin nga tatimet, apo qoftë edhe krijimin një politike, madje edhe japjes një shpërblimi kompanisë për shkak të përgjegjësisë sociale ose përgjegjësisë korporative, mjafton që ta nxjisë kompaninë të bëjë ndryshimet e duara. Por nuk është që nuk janë kostot të cilat duhet mi marrë, po gjithsesi biznesi privat ecë më shpejt se ne institucionet ndërkombëtare apo edhe qeveria dhe domosdoshmëria ja bën atë kusht. Faleminderit shumë për juve, zonja Kusari. Në fakt në Sidifërdi, para disa vitesh kemi pas një thirrje të hapur për kompanitë të cilat aplikojnë politikat më të mira familjare, por numri ka qenë i vogël. Po flas para 5 viteve, po shpresoj që kjo tashmë ka ndryshuar edhe me çështjen e re ndaj bizneseve. Po vazhdoj me Blinën, me që po e presim ende në ardhje zotëri Dobroshin. Ju po pak më herët edhe në video tregu që pjesëmarrja e grave kryesisht në fushën e IT-s është në rritje e sipër dhe tregua që në këtë drejtim është një potencial jashtëzakonshëm që nuk është shfrytzuar deri më tani dhe mund të ketë rezultate mjaft pozitive në të ardhmen. Na tregoni pak për kompaninë tuaj, sa ka arritur kjo të rrit produktivitetin tuaj, edhe a keni përqafuar politika familjare tashmë në hartimin e politikave që ndoshta keni pasur viteve të fundit. Faleminderit Rezorta, po një jemi i privilegjum që jo me një panel me Leonorën dhe Agonën edhe juve të nderuar të pranishëm, Visarje dhe ekipi unë FBA-s faleminderit shumë për gjithçka që bëni, zonja Sajide faleminderit shumë. Mundemi me këshyr prej disa kandeve këtë çështjen e family friendly dhe gender balance. Nëse e këshyr prej kandit të shtëpisë, personalisht jam rrit në një familje që i kom 2 motra, edhe masë që jam martu i kom 2 qika, kështu që është mas thjesht të gjithë me pa prej vetës. Gjithë kemi mendime shumë ambicioze për antarët të familjes tonë, qofshin ata çfarë do gjënie. Kështu që prej aty nëse nisemi nuk gabojmë kurrë. Në anën tjetër, projekti unë FPA-s të ka ndihmuar shumë edhe kemi qenë stafin me e pasë si zhvillojnë të politika në Suedi. Kemi mësuar shumë. Prej kësaj, unë i përfaqësoj 3 kompani, Art House, s'po du me bu marketing, po 3 kompani që janë në fushën e IT-s, me IT background, dhe prej qasaj ditonis dhe njohënis që i kemi marrë me njohë në kompani politikat, i kemi dhe jemi të i përdor në të gjitha kompani tjera. Çka kemi mësu këto? Nuk është që vetëm pushimi Leonis e krym punën e vetë, për shkak që në një familje kryesisht janë 2 prind,
se cili ka punë të veta që me kry, do më thonë, përveç pushimet e lejonis, që asë nuk diskutohet që duhet me dhonë se cila prej kompanive, të cilën e mbulojmë vetë, që është pak barë, jo për neve, se së shikojmë shumë për neve, po është pak barë në përgjësi për punësimin e femnave, për shkak që ka disa kompani, na e dim që ka kompani që hezitojnë me i marrë gratë në punë për shkak që duhet vetë me pagu pushimin e lejonis. Fatmirësisht nuk jemi një për tënë dhe fatmirësisht punoj dhe jetojnë në një rreth që asë njëri prej shokëve ose shoqeve që ka ose punon nuk është në një mentalitet të tillë. Gjithsesi është barë për punëvasin. Përveç kësaj kemi apliku një gjë që e kemi mësu në Suedi, që është pushimi i atësisë, për shkak që edhe secili kushdo që është bo babë për herë të parë, e sheh se sa shumë ka nevojë familja edhe për ta. Nuk është vetëm gjithanja ose diçka që duhet me u bërë në shtëpi, por ka nevojë sidomos të na me shku me ble diçka ose. Kështu që gjithmonë çdo punëdhës ja jep atë pushim punëmarrësit. Veç nuk e shkruan. Se kushdo që i thot po më duhet me shku deri në shtëpi, po e marrim hipotetikisht po më duhet me shku deri në shtëpi se ka nevojë familja, por më kërkosh jo se thot. Paktën që ata që unë punoj me ta ose rrethi jam. Kështu që na kemi vendosur çdo për babat e ri, për 6 muajt e parë çdo të premte është pushim. Kështu që e ka bo diferencën e vetë, për shkak që çfarë do ngritje të pagës që i kishëm bo, nuk i kish pas peshën e njëjtë. Kështu që për neve, a dyshysh, moj me folë shumë për qëtë punë, se e kemi përshafu me shumë, se po mendojmë që është shumë njerëzore që ka po bëhet. Nëse edhe shteti kryen rolin e vetë në aspektin se s'podojmë tash, unë nuk jam prej atë njerëzve që thëmë shteti do të me bo, shteti do të më falë, agon nuk po thëmë, nuk jemi të të akuzu, veç është, kejt jemi stakeholders të, shteti ka punën e vetë, në atonën do të me u zhvillu. Kjo është një farë aspekti emocional që e këshyrim këto. Në rast se e këshyrim prej aspektit biznesor dhe në numra, i kemi dikon, si pas një raport, më falin nëse po gaboj, dikon edhe 10 milioni gra, edhe 10 milioni gra në mosh pune, edhe vetëm 25% e të në janë në punë. Tash, këtu mundet me pas informalitet në numra që nuk janë të lajmëruar, ose nuk e di, i kemi edhe profesori Muhamet, që në numra është më i mirë, po besoj se krejt na. Po nëse kjo, që ky kapacitet, human capital, futet në ekonomi, atë na mund me pas një boost qashtë madh ekonomik, so që as vetë nuk kishim e qenë gatshëm me e pranu. Gjithsesi këtu do trajnime, sigurisht stafi nuk e di është i gatshëm për punë, se nuk di shumë për këtë kapital, human capital. Faleminderit shumë, mos të zgjati më shumë. Faleminderit shumë. Në fakt, sot dolën të dhënat e para nga Agjencia Statistikore, ku prapërsisht janë 1.600.000 qytetarë në Kosovë, nga ata 49% janë gra, do të kemi një barazit të qytetarëve burra dhe gra, po të cilët nuk e kemi në vend të punës dhe nuk e kemi në familje, kështu që është diçka që ne po tentojmë me bo. Nëse kemi pyetje, me që nëse kemi panelin e 4, kemi pak më shumë kohë, ndërsa po më dhanë musafirëve, nëse kemi pyetje po i marrim disa nga jo, ose po vazhdojmë me pyetjet të cilat i kam përgatitur për panelistët, kështu që ndihuni të lirë, jeni me siç po e shihni të gjithë të fushave të stakeholders ndryshëm nga ekonomia, nga qeveria dhe nga shoqëria civile. Nëse nuk marr ndonjë pyetje në ndërkohë, po vazhdoj edhe me një raund të pyetjeve të shkurta, më relaksuese kësaj rrate, për panelistët. Agon, jemi të përmbyll vitin dhe a mund t'i numërojmë ndoshta 2 ose 3 suksese të Ministrisë të Financave, jo domosdoshmërisht që lidhen edhe me pjesën e barazisë gjinore, po të cilat do të ndihmonin edhe më shumë të rritjes dhe zhvillimit ekonomik të vendit pas vitit 2024, me fillim 2025. Po faleminderit, unë do të flas specifikisht për çështjen e barazisë gjinore, për arsye se shumicën e masave aktive të tregut të punës, të cilat janë disa të përhershme dhe disa të njëhershme që ne zhvillojmë përmes Agjencisë Punësimit, ruajnë barazinë gjinore, edhe bazë statistikave dhe për agjencisë tjetër ekzekutive të qeverisë të Ministrisë Administratës Tatimore të Kosovës, tregon që disa masa ka diskriminim pozitiv, që i bie që është më shumë se 50% gra përfituese, siç është për shembull superpuna apo qeveria për familjet, njëkohësisht kemi edhe masën 1.6 për personat me aftësi të kufizune, ku edhe këtu është ruajtur barazia gjinore. Dhe gjithashtu kemi mbështetur përmes agjencisë tonë punësimit gratë që janë barsët e biznesit, duke i subvencionuar mbi 40 gra ndërmarrëse
dhe gjithashtu duke mbështetur përmes pakos ringjalljes ekonomike e kryerjen e bizneseve, do të thotë kamatën e biznese për ato gra që kanë marrë kredi, gra dhe burra, mirë po në këtë rast ka balans për arsye se janë afër 50% përfituese gra. Nëse folim me kuptim të mandatit, kemi për herë të parë afër 100.000 gjyllogari që kanë hapur për herë të parë gjyllogari gratë. Kjo ka ndodhur më shumë për çështjen e shtesave për lehona dhe çështjen e shtesave për fëmijë, mirë po ka të bëjë edhe me aktivizimin e grave në tregun e punës, ku kemi afër 40.000 gjatë në vitet që fillojmë pas gra më shumë të punësuara në tregun e punës. Është balanci i ruajtur për arsye se e njëjta vlen edhe për burrat, edhe nikosisht jemi duke përdorur inspektoratin e punës që të shikojmë sigurinë dhe shëndetin dhe marrëdhënien e punës, sigurinë dhe shëndetin e punë dhe marrëdhënien e punës në entitetet brezistore dhe në institucionet publike dhe private. Kështu që Inspektorati i Punës tashmë në këtë muaj ka mbri 10.000 kontrolle, ka kalu 10.000 kontrolle, gjë që në fillim të mandatit nuk kanë qenë më shumë se 3.500. Kjo ka ndodhur që kemi dyfishuar numrin e inspektorëve të punës, mirë po dhe atë numër jemi duke e dyfishuar tash së fundi. Nikosisht përmes ndryshim ligjit që kemi bërë për administratën tatimore, kemi ulur se ndëgjova që u fol për informalitetin, kemi ulur informalitetin, ku më herët ka qenë faza tranzitore për 6 muajsh, ndërsa tani të gjithë janë të detyruar që të deklarojnë së paku 24 orë përpara punëtorët. Kjo ka bërë edhe me aksionet e përbashkëta midis administratës tatimore dhe inspektoratit të punës, ku kam qenë edhe vetë prezent në shumicën prej tyre në qendrat kryesore, ka bërë që të formalizohen punëtorët, edhe në këtë rast gratë. Ajo që është pak më problematike në fokus për gratë, të formalizimi është fjala, është për gratë që kujdesen për fëmijë që punojnë me pagë, si dado. Aty është pak më problematike, sepse duhet të gjetë në mënyrë kreative si mund të ndërrim aty ne, që të formalizojmë. Mirë po në sektore tjerë ka avancim të theksuar sa i përket çështjes së barazisë gjinore me fokus gratë. Faleminderit shumë. Vetëm një detaj të vogël, DX, njëna nga anëtarët e Forumit Ekonomik të Grave, ka lansuar një punim që lidhet kryesisht me pjesën e Inspektoratit të Punës, dhe nga përgjigjet që kanë marrë, tregon që Inspektorati i Punës i ka vizituar më se 80% të bizneseve në këtë drejtim. Pra kjo rritje e inspektorëve në kuadër të inspektoratit besoj që ka pasur rezultat pozitiv, nëse nuk gaboj Mandi Brikina mundet me më përmirësu për shkak të përqindjes nuk kisha dashur me mos me qenë e saktë. Ndërsa tek pjesa e superpunës, nëse keni ndonjë numër të përafërt se sa gra në çfarë moshë kryesisht kanë qenë aktive në pjesën e hyrjes në treg të punës. Te Inspektorati i Punës dua të shtej edhe diçka shkurtimisht. Jemi se këtu është edhe Valentina nga SIDA suedeze, e cila ka mbështet Inspektoratin e Punës për digitalizim. Jemi shteti i parë në rajon që filloi me Inspektorat Punës të digitalizuar. Asnjë shtet nuk ka në rajon të digitalizuar Inspektoratin e Punës, ne po fillojmë të parët. Është në pilotim këtë Kosovën, mirë po në janar fillon tamam si duhet. Kemi kriju edhe databazën, siç e keni pa para disa ditësh kemi filluar edhe trajnimet pa pagesë për punëtor, për arsye se më herët kanë qenë të kurzuara me pagesë, s'ka pas nivel të rrezikut. Tash kemi bërë që nuk bën një trajnimin si unë në zyre, si ai në ndërtimtari, duhet të ketë dallim, edhe shumica janë të zyreve dhe nuk ka nevojë të paguhet për ato. Edhe bëhet online si në gjithë botën. Dhe me këtë digitalizim, po besoj që tash e lidhim me administratën tatimore sistemin edhe çdo gjë vazhdon mirë. Ndërsa te superpuna kemi rrit moshën për arsye se ka pas interesim të mjaftueshëm, ka qenë deri në 24 vjet, kemi bërë deri në 29 vjet. Kemi mbi 12.000 përfitues, edhe ju garantoj që është ndoshta mundet të qenë 49.5 me 51.5, një po është balanci aty. Faleminderit shumë, këto janë numra këza premtues që kanë ndodhur në këtë mandat për përfshirjen e grave dhe vajzave të reja në tregun e punës, domethënë që janë në fazën e parë dhe pjesa e pakos ringjalljes dhe pjesa hapjes së llogarive bankare. Në fakt në këtë pjesën e llogarive bankare, bashkë me Institutin Reinvest dhe organizatat e forumit në vitin 2020, do të pas hapjes së parë në muajin qershor, fal një donatori që na ka mbështet, kemi arrit me i dhënë
cash on hand, grave të cilat kanë pasur probleme për të siguruar financat e tyre, dhe aty e kemi pa që ka pasur gra që kanë qenë kogja në moshë dhe nuk kanë pasur llogari bankare, ku njëna prej kërkesave ka qenë të kenë llogari bankare dhe të jenë të regjistruara në një bank me dokumentin e tyre identifikues. Leonor, nëse kthehemi edhe një herë tek perspektiva e Bergjet, nëse shumë edhe në rajon situatën e grave në treg të punës, sfidat, çështjet e kopshteve, çështjet e kohës për të kujdesur për të moshuarit, ndoshta ndonjëherë niveli i studimeve, edhe pse vajzat dihet tek ne që shkojnë pak më shumë në nivelin akademik të studimeve se sa djemt, mirë po pastaj tek punësimi, kjo na dallon neve në numra, ndërsa në këtë pjesë nëse shumë edhe në rajon është pothuajse e njëjtë pjesa e sfidave që ballafaqojnë gratë në tregun e punës. Në punën e juaj të përditshme nga vendet edhe më të zhvilluara se vendet tona të rajonit, çfarë do ta rekomandonit, ndoshta edhe pjesës së qeverisë dhe pjesës së bizneseve, ndonjë tips që do të mund ta merrim në parasysh që të rrisim këtë pjesëmarrje me një qëndrueshmëri më të gjatë. Për neve nuk është ndoshta edhe hezituese shumë pjesa e futjes në treg të punës, sepse ka gratë dhe vajza që hyjnë e marrin vendin e punës, e kalojnë pjesën e intervistës, pastaj kur janë tek pjesa e planifikimit familjar, pjesa e lejes së leonis, këtë sfida që ndron, ky 6 muaj i parë që paguhet nga punëdhënësi, pastaj rikthimi dhe zëvendësimi në atë periudhë. Nëse keni ndonjë politikë që keni dëgjuar që do të mund të ishte shumë më e zbatueshme, përveç rekomandimeve që i kemi dhënë ne, ndoshta do të kishim pas dëshirë me indizve dhe nga ana juaj. Po, faleminderit. Një dallim në regjion të cilin e kemi pa, sfidat janë të njëjta, po mosha e krijimit familjes në Kosovë shumë e re. Është e vërtetë që pjesëmarrja në universitete, këtu ka edhe të tjerë të cilët statistikisht e dinë më mirë, po në praktike kemi pa, në fakultet regjistrohen vajza më shumë, po përfundimin e shkollimit e ndërprejmë për shkak se krijojnë familje, apo edhe kjo krijon një zbrasirje zakonisht madhe mes shkollimit edhe përvojës parë profesionale. E kjo është masë hendeku i parë i cili na dallon neve me regionin. Një problematik që e kam në Kosovë, kur të folim për gjithë përfshirjen, është pse duhet me vënu kufit moshës edhe 29 vjetë. Unë nuk e kisha vendosur edhe për superpunën nuk e kisha vendosur hiç. Ky është rekomandimi im sepse jemi të dashur me fuqizu gra dhe nëse mosha aktive deri në moshën 65, kështu që 29 është shumë e re për mu vendos. Ky është ndoshta një prej rekomandimeve të cilat në regjione të tjera, për shembull edhe në Evropë, mos flasim për Evropën e sofistikuar, po flas për shtetet që i mbuloj edhe unë që në Rumania, Greqia dhe Bullgaria, nuk kanë moshë të përcaktuar. Dhe kjo është njëri prej, nëse flasim për gjithë përfshirjen, atëherë ne diskriminimin e parë pivojmë kur kufizojmë moshën, që mosha 29 me ne e pa ne e gjenë në një formë punën. Kjo është rekomandimi i parë. Rekomandimi i dytë, të cilin çfarë do politike që krijohet, janë 3 momente të cilat duhet i kemi parasysh. Kemi pa këto edhe në praktik, ne nuk miremi direkt me punësimin, ne kemi bën një program shumë specifik vitin e kaluar me 100 gra nga komuna Podujevës, po moshën nuk e kemi limitu hiç. Dhe kanë qenë mosha 40 deri në 50 të cilat kanë marrë pjesë aty, i kemi trajnuar dhe me njëherë kompanitë private me të cilat punojmë i kanë punësu. Tash, janë 2 probleme kur të buhen edhe këto politikat, unë makro folin mikro që ato që e shoh. Problemi, ti mund është mi zgjidh problemin e lejes lehonis, leja atësisë është shumë rëndësishme, për ta kuptuar edhe gjinia tjetër që atë hendekun jo veç më shku me ble sana, po edhe pak më najt me atë fëmijë, nëse me kriju që atë harmonin. E para është ajo, e dyta çka duhet të mendohet, ti mundesh mi bo edhe lejet, edhe iniciativat për gratë. Problemi më i madh në Podujev ka qenë transporti nga fshatrat. Podujeva kishte fshatra më shumë se krejt Kosova, e asnjë lëvizje nuk mundet mu kriju për shkak se ajo duhet me 2-3 kilometra, duhet me ecë për më ardhur deri te destinacioni i parë, mos flasim për më shku deri në destinacionin e kompanisë.
Pra, e parë është që nuk kanë transport. Kur të krijohen këto politika, do të më kriju edhe 2 infrastruktura tjera që janë për mua shumë të rëndësishme, është aksesi në transportin publik dhe aksesi në kopshte. Sepse këto, nëse nuk i ndërthurim të trija, lejen e Leonis, mu më shpjegojte na në bankë, sa do që jemi institucion ndërkombëtare, kemi 6 muaj, çka mas 6 muajve, do më thonë ku ta lojmë. Kosto e dados për shumicën e bizniseve ose shumicën e njerëzve të cilët punojnë është e barabartë me pagën të cilën e kanë punë. Dhe normalisht ti si prind vendos njëri prej tyre me mu tërheq, kjo ndodh edhe në Londër, ku njëri prej kolegëve të mi tërheqet kolegu ose burri i saj, varësisht prej cili merr pagën më të madhe apo cili e ka punën më të qëndrueshme. Kështu që nëse krijohen çto në bazë të thash nga Londra nga kjo pjesa e Evropës juglindore, nëse nuk krijohen çto 3-4 kushte bazë, atëherë nuk e kemi arrit atë qëllimin e kryesor. Kryesisht e kemi fjalën të leje atësisë, 3 ditë është kur bësh baba, 5 ditë kur martohesh. Do të thonë, kjo e bën diferencën tek pjesa e leje. Jo, nuk e keni bëu, po e citoj se si çndron për momentin. Direktiva e BE-s thotë se paku 2 javë me pagesë për to atë në momentin që bëhet prind. Ta tregoni tips të vogël çka parashaj ligjiri, faktën të leje atësisë. Të atësia do të transportohet direktiva BE-s. Edhe ligji i punës do të ketë shumicën e transportimeve të direktivave të BE-s, për arsye se na drejtim asperojmë. Kjo do të rregullohet sipas direktivës, mirë po sidoqoftë do të jetë në konsultime dhe ne me ju do ta diskutojmë fund fundit, se do të jetë komendet e juaja. Nëse bën mund të lidh vetë shkurtimisht me Leonorën, masat aktive të rregullt punës që zhvillojmë përmes APRK-s, vetëm superpuna e ka moshën kufizune, mirë po superpuna ka marrë rihon më të madhe, për arsye se është dizajnuar në atë mënyrë, sepse gjitha tu pa përvojat e mëhershme të shteteve tjera që kur ka ndodhur liberalizimi i vizave, shumica tentojnë me dalë, andaj shohin, andaj kthehen. Ne kemi tentuar që përmes superpunës të ruajmë rinin, mirë po të ruajmë edhe punëdhënësit. Edhe kemi krijuar një zinxhir, fillimisht përmes marrëveshjes me UNICEF-in Generation Unlimited, ku 3 muajt e parë mbështesin praktikën e punë, mandej këtij zinxhiri bashkohet superpuna edhe për 6 muaj, edhe po besoj që më në fund i punëdhënës e din ai punëtor a është për të vazhduar tutje apo nuk është. Edhe për këtë arsye superpuna ka marrë fokusin po vetëm njëra, edhe është dizajnuar për këtë qëllim, ndërsa të tjerat, sidomos gratë që janë supermarse, kanë moshë shumë të lartë, mirë po janë suksesshëm dhe ne mbështesim. Patjetër. Me Angonin. Po, unë fola agon jo vetëm për qeverinë, fola edhe për institucionet ndërkombëtare dhe donatorët edhe të tjerë që e kufizojmë, folim për fuqizimin e grave, kufizojmë moshën. S'kisha pas që mi kufizu moshën kur të folim për inclusion. Një element rëzot nëse praktikat e mira që i kemi pa të leje atësisë, 3 javë është minimumi. Mirë po, nuk di a kanë mu përfshi atë edhe një tjetër segment, të cilat janë nënat apo babat vendbajtës, të cilët kanë nevojë me përma shumë suport edhe kohë, se sa kjo pjesa tjetër ku balancohet. Në Evropë, edhe sidomos në Evropën juglindore, edhe për shkak të këtij segmenti sidomos i ka njëpë edhe një prioritet madh, sepse është vetëm njëri nga prindrit, pavarësisht fatkeqësive apo situatave në cilën ndodhen. Kështu që nuk dia është përfshi në këtë pjesë. Është shumë e rëndësishme. Është pjesë e direktivave, në momentin që transpozohen të gjitha kategoritë shkon edhe pastaj transpozimi se siç është para po, është prej diskutimit para 4 viteve, e di që ka qenë transpozimi shkon në të gjitha pjesët, kudo që prekët nëna apo babaive të ushqyes ose janë fëmijë binjak, pra kjo dallon pastaj në kohën e marrjes së ditëve të pushimit të pjesës së paguar. Blem po kthehemi edhe një sektori i biznesit. Na tregove më herët që
pas trajnimit që keni pasur në Suedi, ka pasur rezultate mjaft mira në përfaqësim të politikave dhe përshafimin e tyre në adresim të biznesit tuaj. Mirë po, sektori IT-s është këgja një sektor që ka lëvizshmëri shumë të madhe. A ka dhe tek pjesa e grave, vajzave që lëvizin shumë në këtë sektor, sepse kam dëgjuar komente të vazhdueshme nga të gjithë dhe punëdhënësit dhe punëmarrësit, që për një minimum të vogël të vlerës së shtuar monetare mund të ketë lëvizje shumë të mëdha. Ky investimi juaj në edukim, në arsimim për një kohë më të gjatë dhe pastaj lëvizja sa është e grave po më intereson më shumë se e burrave në këtë sektor. Se zakonisht gratë tentojnë me marrë kontratë më afatgjatë, për shkak e përmendëm edhe më herët të lejes Leonisë dekret, ndërsa në sektorin e juaj që është këgja vibrant, ç'është lëviz kjo? Pyetja e mirë, nuk e dia jemi përgatitur me shifra konkretisht me tregu në përqindje. Gjithsesi më me thonë që gratë mbi 45 vjeç nuk kemi staff turnover për gratë mbi 45 vjeç, po kemi 20 deri në 35 vjet kemi lëvizje të madhe. Edhe lëvizjet janë për që na i quajmë vlera qesharake të rritjes së pagës, që munden të secili punëdhënës me shku edhe e ka atë rritje, po ka lëvizje, është kriju një trend i tillë. Në IT po flas edhe në krejt botën ku po jetojmë është botë shumë dinamike, nuk është më edhe gjithçka lidhet se është temë shumë e rëndësishme për shoqërinë tonë, për ku jetojmë, për çka po thojmë na që po na ik popullata sare, që qesim fajin këtij ose atij. Është temel që do të më ndërtu. Do të thonë në botën sot ku jetojmë, është botë shumë dinamike. Nuk mundesh ti me kry fakultetin sot edhe me pas atë një uni për punë për 40 vjet të ardhshme. Ka ndodhur të gjenerata e prindve tonë, ka kry fakultetin edhe ka hinë KEK ose RTP ose dikon edhe me një unin që ka marrë fakultet ka punu 40 vjet. Nuk është më një sen e tillë. Është shumë dinamike bota dhe gjithë ne, nëse nuk ja bujmë ka një update vetës, me trajnime, me kurse të ndryshme. Kemi me mbet mbrapa industrisë, cilës do industrisë ku jemi. Që kjo e tregon edhe që ata që po flasin për 9 muajt e pushimit, unë i thëmë pushim leje të Leonis, për shkak që për neve si biznesa është një barë që e ki 9 muaj deri në 1 vjet, një mungesë të një stafi që dush me marrë dikon tjetër me trajnu dhe kur të kthehet të mbetet një staf bashkë që do të me rahatu dikon në për kompani që e buhet, s'ka problem. Mirë, po kjo nuk do të kishte qenë qështu nëse kishim rregullu pak më ndryshe. Për shkak që në politika family friendly nuk e di ligjet, nuk kom qenë shumë ligjërisht i përgatitur, as nuk jam pjesë e asaj, kemi njerëz që dinë atë punë. Po kishte më qenë mirë që nëse burri dhe gruaja munden me ose dy partnerët munden me dakordu në pushime, 2 muaj njëri, 2 muaj tjetër, për shkak të industrisë shumë dinamike, edhe për shkak që edhe në aspektin tonë si punëdhënës, edhe si punëmarrës, nëse je jashtë 9 muaj, kime dalë për rrjedhave, edhe nuk kime qenë konkurrent më në tregun e punës. Domethënë, për të gjithë është më mirë që nëse nuk është kjo 9 muaj, po nëse kishte me mujt me u kombinu. M'fal, nuk po du me bëj këtë fontan dëshira për agonin bën edhe shta, po që kjo do të kishte me qenë për botën ku po him. Na do të me i kriju ligjet në për çka po jetojmë. Ligjet do të me qenë për neve, për rutinën tonë të përditshme, jo për diçka që na hipotetikisht mendojmë që do të me qenë diqysh ose diqysh. Kështu që kjo është apo më mendoj unë, kështu që po shpresoj që kemi me e pas dikur për shkak që human capital është sa një më i shenjtë që kemi në Kosovë. Po shpresoj edhe me duanët e fundit në Goasëkja kemi me pas një pasqyrë më të detajuar se ku janë më shumë të punësuar në cilin sektor, se deri tani kemi pas me mëndësime për shkak të vjetërsisë të dhënave, tash besoj që do të na ndihmojnë mjaft shumë. Nëse kemi ndonjë pyetje nga kolegët, fordra një lutem. Nëse mundet dikush vetëm një mikrofon ndoshta për shkak të ne të gjithë po ndëgjojmë mirë, po nuk e di si është e parapara, andaj po në rendin e partë, lutem. Ndoshta jo pyetje, po më shumë ndoshta do vështrime apo rekomandime prej anës UNFPA-s. Dhe e përmendet regjistrimin e popullsisë dhe prezentimin e dhënave përfundimtare sot. Dhe ndryshimet dhe dhëna që po tregojnë që ne gjithë e dim që
i kemi vrejt, po tash jënë dokumentu edhe me regjistrin popullsisë, është që përveç që është voglu popullsia prej 1.800.000-ve, kemi zbrit tash në 1.600.000 banor, po është vrejt edhe plakja e popullsisë. Megjithëse Kosova po konsiderohet ende si vendi në rajon edhe në Evropë, ende me popullsi të re, dhe ende kemi qatë dritarën e mundësive të cilën duhet urgjent dhe shumë shpejt me shfrytzu, me këto politika që po i diskutojmë sot. Është edhe një kategori tjetër të cilën ne po e shohim, e që përmendi zonja Leonora, po edhe diskutum këtu e komentum edhe me zonjën Sagjide, është personat e më shumë. Ne kemi edhe një kategori tjetër të personave të më shumë dhe përmendëm edhe me zonjën Sagjide edhe kategorinë, sidomos jo vetëm të grave, po gratin që ato që po diskriminohen të moshës së mesme, ku e përmendet edhe ju të superpuna, keni dhonë 29 vjetë, dhe po vrehet një diskriminim edhe më i madh i grave të moshës mesatare, të cilët kanë një përvojë shumë të mirë. Në anën tjetër, për shembull, i kanë kry lindje, që domethënë është ekstra, që se me thonë, lehtësim për bizneset, për me i punësu këto gratë, dhe kanë përkushtim në kuptimin kanë liri për me u përkushtu nështë ma shumë orë punës në krahasim nështë me gratë të cilat i kanë fëmijët ende të vegjël dhe që për fat keq ende s'po shfrytëzohet. Po në anën tjetër po e përmendi edhe ligjin e punës që shpresoj do të konsideroj edhe punën për personat mbi 65 vjet ku kanë përvojë shumë të madhe jetësore edhe profesionale, po në anën tjetër që me 65 vjet po i mbyllën dyrt. Dhe edhe kur po dojnë me punu si vullnetar, po flas, ka kufizime në atë aspekt, e që nuk është e shfrytzueshme dhe potencial që faktikisht po e lejmë anash dhe po shkojmë drejtimin me u bo ma shumë bare shoqënisë se sa me kontribu. Kështu që, po thomë, kjo është nështë koment, dhe prej anës UNFPA-s, po flas jo vetëm rajon, po edhe Kosova, i përmenda ndryshime demografike, dhe tash me regjistrimin e popullsisë kemi një bazë të madhe për mi bo analizat sekondare dhe të shiqojmë radhë parë po flasu përmend për mbajtjen e trive në Kosovë. Unë ndjesha në një ngjarje ku shënun 25 vjetori mjekësisë familjare dhe përmend një fakt shumë brengosës, ku këtë vit vetëm 2 mjekë të ri kanë marrë për specializim mjekësinë familjare. Që tregon, ose une në këtë mosh, po faktikisht po brengos në kohën kur unë e kom e dalë në pension, a thu kemi me pas shërbimet shëndetësore specifikisht të mjaftueshme për nevojat e mia. Mos flasim tash edhe për personelin e mesëm shëndetësor, që edhe ma tepër nështë po emigrojnë, po thjesht, po them, me dhënat e regjistrimit popullsisë, me ligjin për punës, është momenti, mos themi fundit, po është me të vërtet shumë kyç për me i analizu dhe me ja fillu me përpilu politikat e rëndësishme për, si e themi ne në UNFPA, reziliencën demografike. Dhe të mendojmë seriozisht për gjithë kategorinë dhe ciklin jetësor, po flas në kuptimin edhe për shkollimin e fëmijëve tonë, kuptimin me kriju kuadro, që i përputhen tregut punës, po në anën tjetër dhe me shfrytzu të gjitha kategoritë, në radhë parë gratë, po edhe ata të më shumë të cilët po kanë si shëndet dhe mundën me punu, kanë vullnet, kanë eksperiencë, e cila eksperienca natyrisht kur nuk mundet më kompenzu me teknologji. Ndoshta veç një informat, në nesër si UNFPA do të lansojmë indeksin aktiv të moshimit, që do të na tregoj edhe këtë aspekt dhe që mendoj që është moment i rëndësishëm që të reflektojmë dhe të shiqojmë ma seriozisht të shiqojmë këto politika të cilat ne si Kosovë jemi mrapa në krahasim me rajonin. Ju faleminderit. Faleminderit shumë, po mund ta marr me herë vetëm mbrapa nëse mundeni me kalu. Faleminderit. Përshëndetje për gjithë. Unë jam Mysën Zëgoja, përndryshe kryetari i udhës së Televizion dhe Turizmit Kosovës. Përmend edhe Leonora që fatmirësisht ky sektor përfshin një numër më të madh të gjinisë femërore dhe drejtëm e thonë, kanë fillu dhe ato paragjykimet të kalojnë, për arsye se nuk është ajo po punoj në hotel, po punoj në restoran, po punoj ose në punë që da lidhet me këto kompani. Kështu që është një lajm i mirë që dita ditës veç po rrit. Po tash çka
duhet ne, themi si shoqëri, tani. Ne shpesh herë kur kemi rastet të hartojmë një strategji, të hartojmë një ligj, të hartojmë një udhëzim administrativ që del prej ligjit atje. Na duhet si shoqëni komplet mu vetë. Kur thëmë mu vetë, të thëtë me debatu, me shku. Edhe në fond, me ma një farë vendimi. Pavarësisht cila qeveri, kjo njësa që vjen ato që kanë. Dhe thëtë, kur e zgjeron ti, në një farë forme e decentralizani, e qanë mendimet poshtë atje, në bazë. Unë këmë punu Ministri të Riktisë e këmë dhejtë Departamentin e Turizmit. Tjeni të bindën, prej zyres nuk i këmë po gjonat mirë. Nuk i këmë po. Publikisht për thëmë, nuk i këmë po. Kur këmë dalë të rënë, qëta është më ka lidhë kjo, se Oda Hotellerisë ka shtrirën 7 regione. 7 regione kemi qelurat. Bile juftaj, kur do që të keni dishka që lidhet me këto bizneset, liri shkruna, ne për mërëna 1 dite, 2 dite, mundë me amush salën të thët me bizneset të cilat i takon kësa veprim të rja. 18.000 biznese janë të registruna në Arbjëkë, hotelire dhe turistikë. Tash, ka raste për shembull që kemi mos marrëveshje mes komunës edhe qeverisë. Për shembull për temat të njëjta, për tema. Jo, këto duhet me largu. Këto duhet mu hiq. Për shembull, nëse hartojmë një ligj, e që den një udhëzim administrativ për ministrit ose për i cili kish me avancu gjinin këtë rast. Jo mi bindun shumë ma shumë kish më rritë numri. Po kur e bon me të është një që vjen edhe s'ka pushim, s'ka mundësi, s'ka qysh me lonë fëmin, në qërë dhe në largë, ose s'ka fare heqat, do më thonë, këto janë pengesat të cilat duhet na, si shësni mi regullu, mas andej me hartu ligjin i cili do të më zbatu. Se ligji kur të bëhet i mirë i keq, ti s'ki qara pa. Për shembull, Clintoni ka dalë në kohën e vet, ka dalë në për ambulanta, në për spitale, para se me pru ligjin. Po kur vet i ka quaj misar të vet, njerëz të vet atje, po kur e bën ligjin ai do me zbatu. Prandaj unë u kyçam atje për edhe për këtë që jam për bashkëpunim. Kur do që ju vyjnë Oda Hotellerisë dhe Turizmit, në çfarë do niveli, jemi të gatshëm me bashkëpunim. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Pjesa e monitorimit të zbatimit të ligjit është esencial për çdo ligj i cili del në gazetën zyrtare të fillon me ju implementu nga vendi, kështu që dhe komentet tona që i bëjmë si forum ose si organizata në veçanti, kryesisht dalin se përpara thoshim gjithmonë që kemi ligje shumë të mira, është vërtet që kemi ligje të mira, por kur fillon zbatimi aty fillon problemi kryesor. Kështu që pa e bërë një raport të monitorimit të zbatimit nuk mundemi me ditë se është ligji më i mirë apo ligji më i keq që e kemi votuar. Nëse kemi komente, po Rudina, lutem në rreshtin para fundit nëse mundet dikush. Përshëndetje, Rudina Albani nga Fesi. Po nisna te komentet e zonjës Leonora që përmendi, domethënë këto politikat e nivelit lokal, të cilat pajtohem që me të vërtet të rëndësishme për sa i përket përfshirjes së grave në tregun e punës, pra transporti dhe kopshtet publike. Në shumë komuna nuk ka fare kopshte publike. Na i kemi organizu në komunën e Kamenicës në shtator një iniciativë për autobus falas për 1 muaj, dhe kemi bërë një hulumtim të shohim se kush po e përdor më shumë për çfarë qëllime, dhe sigurisht që ndërto ka dalë që gratë e përdorin për të kryer punë të përditshme, por edhe për të shkuar dhe u kthyer nga puna. Pra këto janë disa nga politikat kryesore për përfshirjen e grave në tregun e punës. Mua çka më shqetëson është ky hendeku mes politikave nacionale dhe politikave lokale. Domethënë ku nuk kemi një përputhshmëri se qeveria e miraton ligjin, e cakton lejen e Leonis për shembull nes pas nes dhe çka do të ndodh pastaj. Cili do të jetë efekti i këtyre politikave nëse gratë në nivelin lokal nuk kanë mbështetje. A është menduar ndoshta nga qeveria apo për ndonjë iniciativë në të ardhmen që të ndoshta nxitet edhe konkurrueshmëria ndërmjet komunave për politika miqësore familjare. Domethënë se ky është një aspekt shumë i rëndësishëm. Posaçërisht për gratë që jetojnë në zonat e izoluara, që nuk kanë akses në transport, që nuk kanë vetura personale ose dikon në familje që t'i mbështet kur punësohen e tjerë. Sepse po them është një indikator shumë i rëndësishëm që pasi që të miratohen gjitha këto ligje në nivelin nacional, të kemi edhe mbështetje të niveleve lokale. Faleminderit. Përndryshe përshëndes iniciativën e sektorit privat,
është shumë e rëndësishme dhe shpresoj që edhe kompanitë tjera do të fillojnë kështu njëjtë. Faleminderit. Faleminderit shumë Rudin. Nëse kemi ndonjë koment, sugjerim, jo domosdoshmërisht pyetje për panelistët, por Unë do është edhe një pyetje për Zavendës-ministrin Dobruna. U përmendë nënat vetë ushqyse nga ana e zonjës Kusari dhe po bëhet çefi që ligji i ri do të parashet, do të thotë edhe dispozita në lidhje me nënat vetë ushqyse. Do është me ditë, a keni parapo diçka edhe për fëmijët me aftësi të kufizuara, do të thotë në kuadër të ligjit i cili pritet me u aprovu. Faleminderit. Faleminderit shumë për gjitha komentet dhe sugjerimet. Ndoshta kishim fillu prapë renditje nga Agoni, Leonora dhe pastaj Blini. Nëse do të mund ndoshta as të pari që përgjigjeshim pyetjet të cilat i morëm apo komentet nëse keni në përgjithësi dhe pastaj në planin e juaj afat shkurtër ndoshta për 6 muajshin tjetër. Po filloj nga e fundit, ne kemi ndryshu disa rregullore për personat me aftësi të kufizuar që përfshin edhe fëmijët. Rregullohen për personat paraplegjik dhe tetraplegjik. Kemi disa lehtësime siç është heqja e vlerësimit dhe dhënia e përcjellësit pa kategorizim, për arsye se ju duhet. Jemi në përfundim për punësimin e personave të kufizuar të rregullores, mirë po jena të vazhdu edhe pa rregullore për arsye se ligji thotë që çdo 50 punëtor duhet të jetë person me aftësi të kufizuar. Gjithashtu në kuadër të ligjit të përgjithshëm për personat me aftësi të kufizuar do të përfshihen të gjitha kategoritë edhe fëmijët për arsye se ka shumë sëmundje që nuk janë të parapane. Kemi bërë disa modele edhe po besoj që më i miri do të shkoj tutje për arsye se esenca e ligjit për personat me aftësi të kufizuar në ligjit të përgjithshëm është listimi të gjitha kategorive dhe përqindja atyre. Do thonë nuk është do të jetë punë në kuptimin që kërkon një ekspertizë shumë gjonë në kuptimin e përgjithshëm, mirë po në kuptimin e specifik kërkon që të jenë të gjitha të listuar dhe të jenë përqindjet për arsye se ka edhe me aftësi të kufizuar të dyfisht apo të shumëfisht dhe më pas taj mblidhen përqindjet dhe i pet pagesa ajo që duhet. Për sa i përket odës hotelerisë zotit Sogojeva, unë pajtona që tash është edhe tregu vetë rregullues, edhe mentaliteti ka avancu për të mirë. Mirë po ne do të vazhdojmë me masat tona edhe me kreative në vitet të vazhdim, për arsye se kemi dhënë masa kreative. Prapë zonja përmendet e visare, përmendet e superpunën, mirë po unë mund të flas edhe për 6 masa tjera, po që nuk e kam PR-in e superpunës. Edhe kështu që në rregull, mirë po ajo është dizajnuar për rini dhe është fatmirësisht që kemi balans gjinor. Edhe duke po për atë dashta të them duke po që është rrit kualiteti jetës, unë nuk po besoj që ne jemi në pozita që të flasim a mundet apo nuk mundet, mirë po ajo që është më kryesorja që nështë duhet të përfshihet në ligj dhe nuk e kam përgjigjen e saktë për këtë pjesë, është që pas moshës 65 vjeçare, për arsye se kemi shumë profesionistë dhe kuadra deficitare, siç ishte rasti i fundit i Covidit, e kishim shumë mjek në pension e nuk ishte lidh që shmjethir. Kështu që kjo duhet të rregullohet, nuk e di si do të rregullohet, se për to të tjerat mund të dhom përgjigje, por për këtë nuk e kam ndonjë përgjigje specifike, ndërsa diskutimin që ka shumë kreative është kjo që tha Blini, këtë po mundohem që ta implementojmë edhe përmes departamentit punësimit, edhe përmes dialogut social, nuk mund të lejojmë që një nanë të mbetet 9 muaj jashtë tregut të punës dhe të kthehet pas 9 muajsh si për ditës së parë. Për arsye se ka të bëjë edhe me socializimin e përgjithshëm, mirë po duhet të jetë një përqindje angazhimit në punë në mënyra të ndryshme që të vazhdoj të jetë familiarizuar me punën që do të kthehet. Këto jena shumë është kreative kjo dhe jemi duke punu. Faleminderit për gjitha nëse ku marru diçka çto jam. Ja, kanë edhe mjaft lajme të mira për ligjin e ri, kështu që mes rreshtave në fjalimet e tua, kështu ne kemi marrë shënime që vitin tjetër me të pas prapë në panel dhe me i diskutu këto zhvillime. Leonor, çfarë mund të themi për birxhin në periudhën e ardhshme në pjesën e investimit kryesisht të gratë në tregun e punës, ato që veç janë edhe për hyrjet e reja?
Ne do të vazhdojmë normalisht tash që kemi prioritet, përveç që kemi programet veçanta tash në çdo projekt e inkorporojmë këtë pjesën e gjithë përfshirjes se sidomos specifike gratë. Do të vazhdojmë me që nuk është duke u marrë asnjë implementues tjetër me këtë grup moshën që e përmenda, sidomos moshën 35-55. Pse? Sepse prap po kthejna, nuk kanë nevojat kryesore aty, unë thash, e kanë lënë ndoshta ose e kanë kry fakultetin, prej kohës fakultetit, 15 vjet tutje, nuk kanë qenë të përditësume ose nuk kanë asnjë ditë përvojë. Dhe ato kanë nevojë më shumë për trajnime se një 22 vjeçar ose 25, për shkak edhe mënyrës absorbimit edhe të qenit në trend me përditshmërinë. Kështu që do të vazhdojmë me këtë segment të grave dhe kjo nuk vjen vetëm nga nevoja pse duam të mirëmi ne me të, po edhe bizniset vet janë duke i targetu këto, tha Blini Parës, nuk ka shumë dalje nga mosha 45 e tutje, janë më të qëndrueshëm për shkak të stabilizimit edhe të jetës edhe kanë nevojë edhe për më shumë jetë shoqërore. Në çdo e përmendi edhe unë habitem qysh edhe projektet kur të bëhen edhe të cilat aprovohen edhe nga qytetarët edhe të tjerë, për shembull pi marrim e bojmë një business park ose të tjerë, kërkujt nuk i vjen mend që duhet edhe një qerdh aty kopsht afër. Domethënë nuk janë aty deputetët shëtirin, deputetë, asamblista apo asambleistët e asaj komunës. Besoj që janë 50-50 që aty gati nështë ka jarë shumë gra, që nuk e qojnë dorën edhe thujnë ku o kopshti këtu. Më thonë, ti folë për 100 biznisa aty, për shamu parku në drenë, unë asni park se kom pa që është mërënë në qytet, gjithë atje një ashtë qytetit, edhe nuk më ndohet për qëto dyja. Më thonë, edhe nga vetë gradë nuk më ndohet në koncept ku është edhe ajo pjesa që facilitojnë dhe pastaj pritet të bëhet nga biznisi privat. Më thonë, qëto projekt, besoj që edhe në të ardhmen të mëndojme në ato në këtë pjesën e përfshirjes familjes edhe gjithë përfshirjes. Më thonë, kur të bëhet një projekt i madh investim kapital, pa tjetër që duhet në mëndu edhe për këtë infrastrukturën për cilëse të cilën duhet mi bëhet që transporti edhe kopshti që janë më të paktat. Një propozim ndoshta që e kisha bo, po të cilin edhe ne mund të mojme edhe me sjelljen e praktikave, unë thëmë që të mos kemi nevojë mi zbulu inën, se ti marim që ato politika ma të mira dhe i zbatojmë, shqyqyr që tjertë kanë të shtu ma përpara, na marim që ato që është ma efektive, po një element tjetër edhe që ligji punës në shta duhet një pas, agonje e përmendi edhe këto punë deficitare dhe tjera, po edhe Hyseni e përmendi, do shta duhet më këshuar në aspektin sektorial, ku duhet më fokusu ma shumë. Se ka industrit të cilat janë shumë ma vibrante si pjesa IT-s, i lejojnë edhe punën nga shtëpia, ka mundësi për freelancer, ka mundësi në globalizim, e kemi pjesën e industrisë tjetër si gastronomia që pa tjetër duhesh më konë fizik. Sa do që është digitalizu, nuk mund është mi digitalizu pjesën e personit, e aty nuk besoj që do të rinë tritë. Në më thonë, duhet ti përdorësh këtë pjesën e fuqisë, dhe ndoshta iniciativa duhet dallojnë njona me tjetrën. Kemi bo edhe në shtetet tjera në gjajshme, për shembull, për marrë vetëm shembullin e Maqedonisë Veriore, dini që ata ka fitu një grant shumë të madh nga COP, 85 milion euro për dekarbonizimin e termocentralit atje që kanë në veri, dhe aty është duke u marrë specifikisht jo vetëm me ritrajnimin e punëtorëve dhe ku do t'i alokojnë ata punëtorë, po edhe familjarët të tëne. Sepse kur të folim edhe ne kemi marrë përsi për komplet këtë pjesën e procesit, ose incentivizimin e tëne në biznes, ose incentivizimin e tëne në punësim. Pse se nëse jeti këtë kohën të jetu të termocentrali, i mësu vetëm punë rreth termocentrali, dhe dekarbonizimit tëne kërkon një riaftësim tjetër. Ndoshta edhe ne duhet mendojmë pak më larg se ky 4 vjeçari në 20 vjet të ardhshme çka do të bëhet edhe si ta përdorim fuqinë punëtore. Në shtetet evropiane nuk u pa dikon që shërben as në bank. Fatmirësisht ne kemi ala 40 vjeçar, po në bankën Gjermani mi është edhe 70 vjeçari
duke punu, sepse nuk është punë atraktive më për trit. Pjesa e freelancer për trit është më atraktive në orare të ndryshme të punës. Blen, çfarë mund të themi kolegëve tuaj nga sektori, ndoshta edhe sektore tjera të biznesit, çfarë përfitime mund të kenë nga politika të tilla nëse fillojnë edhe ata me i zbatuar, thotë qëndrueshmëria e stafit, kënaqësia e stafit në vendin e punës, është esenciale ata me u ndih mirë në vendin e punës, sidomosdoshmërisht veç një orar fleksibil, po edhe kënaqësia kur në vendin e punës të mira që i përfitojnë nga puna dhe nga politika që tashmë keni filluar me i zbatuar. Unë si punëtor kom hi në treg të punës pasi që kom kry fakultetin, edhe gjatë fakultetit kom punu, dhe më thonë viteve prej 2004 e tutje. Në atë kohë është dashur me ju përshtat shefit, çdo që thotë shef. Sot do të me ju përshtat stafit. Do të thonë unë jam në një gjeneracion do të me ju përshtat atëherë shefit, tash stafit, kështu që nuk është bashkë lehtë me ju switch ajo përshtatja, po që sot në çdo ambient të punës njerëzit dojnë me uni pjesë të asaj. Në çfarë do mënyrë që ai nihet pjesë të asaj, jo veç që po shfrytëzohet për me bëni punë dhe dikush tjetër po përfiton. Gjithkush do të më uni pjesë që asaj. Me politika çto family friendly, falni për çto anglisht që thonë çështë po. Njerëzit po nihen si në familje në ambient të punës. Në anën tjetër, sa i përket asoj që tha Visarja, kemi një moshë të vjetër që i thojmë në 65, që realisht nuk është heq i vjetër me 65. Une po e marrë një shembull konkret, në njëri prej bizneseve që ka mire me arkiva, dokmane ka kompania e Leonora, edhe po e shoh në Facebook, ish drejtori i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës, zoti Hysen, që po del në pension asë dhe i shkrua më njerë, edhe tash është pjesë e ekipit tonë në dokman. Ai do më thonë, prej që ka diplomu, dhe në pension ka punu në arkiva. Na e bojmë qatë punë. Në asë një mënyrë, nuk mundemi me marrë një dijeni më të mirë se sa prej Agjencisë në këtë rast. E njëjta vlen, për shembull, për industrinë e mbrojtjes, ata general të pensionum, tash po ka kompani shumë që mirë me defense edhe siguri të industrisë të mbrojtjes dhe sigurisë. Secili mundet mu angazhu në sektor privat. Kjo është për shta profesionista që po flas. Mirë po, edhe njerëzit që kanë punu në fabrikë, e shoh se tash po shohim edhe vizat janë hek, i sheh do pleq apo në taksi, ose del e qeta një ramp që është e dorës të shkolla e fëmijëve, që mjafton me u angazhu diçka dhe mos më nejt veç shpejt. Domethënë, njerëzit duhet me qenë të angazhuar, për mendimin tim, edhe me 65 vjet nuk përfundon jeta, pse duhet me përfundu jeta? Domethënë, nëse nihesh me punu, duhet me qenë i lirë me punu. Sfedia o përgjigja në këtë pyetjet. Veç më shtim të kalkulimet e pensioneve se në rregull, është me fillu me mbarë, ashtu sa të fillon një debat krejt tjetër, tek pjesa e kalkulimeve, jo, nuk po him andej me që është tem krejt tjetër, po që kur fillon me 65 vjeçartë me diskutu pjesën e pensioneve, është shqetësimi i parë që e marrim prej familjarëve tonë, e besa edhe prej familjarëve të shoqënisë. Për shfrytëzoj rastin, po më fal, edhe një pyetje kemi në fund, nuk kisha dashur me Milan. Pa marr edhe komentin. Unë jam Zanel Bunjovë, për ndryshe vi për vështëre, e kemi një qenë dhe për aftësim profesional, që dhe mbës grave. Njoni për arsyve, pos aty një që përmend shumë herë dhe për ligjin e punës, njoni për faktore kryesor mendoj që është të ndiku dhe në punësimin e grave është aftësimi profesional i tyne. Së dhe mos grave që të në zonat rurale, sepse për arsyet ndryshme kanë metë një shkollë fillore ose të mesme. Ne kemi një qenë për aftësim profesional, edhe po ballafaqohem me sfidat cilat i përmeni edhe zonja Kusari. Mi po shtesë, këtu jenë të ballafaqohem një problem tjetër. Pos që përmene transporti publik që erdhet e kështu me radhë, edhe shtëpitë e pleqve. Se gratë që aty në për zonat rurale kanë një problem tradicional. Shumicën e rrobës aty s'mund me orë trajnim se du të menajt me pleqt, me vehrie, kështu menajt overtyne. Dërsa këto gratë që vinë në trajnime kanë fëmijë, edhe ato po kanë probleme. Se ato që kanë fëmijë rregullisht e marrin burrin me vete, edhe po rrinë në abort qendrës tonë deri sa të kryhet. Kështu që do të menduam në drejtim që atje ku ka qendra për aftësim profesional, me shumë mundësinë me adaptu në dhomë, në hapësirë, që edhe gratë me shfrytëzu për gjithdhënie ose diçka tjetër, po edhe me shfrytëzu si
që moni një kujdese për fëmijët e tyre. Aja që asë mundna me bo, është me kriju qerdhe, ose shtëpi të pleqve. E këtu do të me mendu qysh me zjetë edhe zgjidhje, që dojmë me pas gratë përgatituna për tregun e punës. Unë vi për organizatës si fondacion jem, po prap kem disa telashe, derisa kem disa donatorë cilët me përkushtim e bojmë promovimin e punësimit grave. Mi po kemi pas raste, kur i njëjti donator Bashkimi Evropian, në një projekt ka qenë një task manager tjetër e ka lejuar shfrytëzimin e pushimit Leonis nga një punëtore e Jonja, një tjetër për njëjtës zyre nuk e ka shfrytëzuar lejen për pushim të Leonis. Derisa na si organizat dëshirojmë që të jemi model edhe të punësimit, edhe të krijimit kushte sa më të mira të punësimit, edhe krijimit të kushteve për biznise, për gra, sidomos ato që janë startupe, sidomos me fokus zonat rurale për çka ato janë më të prekurat. Faleminderit. Faleminderit shumë. Pikërisht na konfirmua që problemet kryesore që i hasin gratë për mos aktivizim në tregun e punës janë kujdesi ndaj të moshuarve, kujdesi ndaj fëmijëve, mungesa e kopshteve, mungesa e transportit, që e përmendën edhe më herët kolegët. Janë 3 nga përqindjet që e marrin më të lartë në përqindje kur i bëjmë të dhënat nga terreni me mosë reprezentative, janë që gratë i hasin këto sfida pavarësisht sa i kanë përfunduar dhe nivelin më të lartë të studimeve për me u kyç në tregun e punës. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen, ndoshta po e përfundojmë pak më herët diskutimin. Po thuaj se jemi tamam, pak më herët që po i la pak më shumë kohë juve për kafe dhe me diskutu me njëri tjetrin. Falenderoj donatorën në FPA për këtë organizim, Adën, dhe gjithashtu Rivestin, si udhëheqës i koalicionit grave në ekonomi, ku jemi më shumë se 7 organizata partnera. Faleminderit edhe juve secilitë.